Stop! Edhe pse të sigurta, sistemet bankare në raste mund të kompromentohen nga sulmet kibernetike. Të dhënat tregojnë që haker dhe abuzues nëpërmjet sulmeve kibernetike arrin t'i marrin të dhënat e më pas edhe të tërheqin para apo të kryejnë blerje nga këto vjedhje bankare. Skemat e sofistikuara zakonisht përfshin disa shtete dhe kriminalet bëjnë tërheqje dhe blerje në vendet e tjera për të zhdukur gjurmët dhe për t'i ikur ndjekës nga policia dhe autoritetet penale. Krimet kibernetike të policisë së Kosovës dhe prokuria e Prishtinës për rreth një vit kishin hetuar informacione inteligjente për një rrjet të rrezikshëm të vjedhjeve kibernetike. Grupi sipas informacioneve kishte në dorë kode bankare të një shteti tjetër. Ata kishin arritur që duke përdorur këto kode të bënin blerje online dhe të gjeneronin mbi 50.000 euro fitime nga këto keqpërdorime. Sipas të dhënave inteligjente, grupi blinte online pajisje elektronike dhe më pas i sheste ato për të përfituar para në cash. Kjo skem arriti të funksionante për disa muaj deri në momentin kur policia arriti të identifikante vendin nga ku operonin personat e dyshuar. Me informacionet në dorë, njësi speciale dhe hetues të krimeve kibernetike nisin të planifikojnë operacionin. Prokuria e Prishtinës ka arritur të sigurojë urdhrat e kontrollit dhe 3 shtëpitë të dyshuarve do bastisen në një operacion të shpejtë. Specialet janë ftuar për shkak të rrezikshmërisë së lartë të këtij operacioni. Jemi rrugës për në drejtorinë e krimeve kibernetike, ku janë duke na pritur hetuesit policor së bashku me njësinë e reagimit të shpejtë, të cilët po presin për të marrë udhëzimet e fundit para fillimit të operacionit në 4 lokacione të ndryshme, e cili operacion është i shtrirë në 2 komuna. Gjatë ditës së sotme pritet arrestimi së paku 4 personave, të cilët dyshohen se kanë kryer veprat penale keqpërdorimi kartelave bankare dhe veprën penale vjedhja e identitetit apo pajisjes së qasjes. Skema e përdorur nga këta persona ka qenë në atë formë që të njëjtit duke u kyqur në të dhënat bankare të personave të cilët janë jashtë Kosovës, pra shtetasve të huaj, i kanë përdorur dhënat e tyre bankare dhe kanë kryer pagesa online në Kosovë. Të njëjtit, siç është parë edhe nga hetimi 4 mujor, cilin e kemi zhvilluar, e i cili në cilin hetim janë përdorur edhe mosat veçanta hetimore, duke përfshirë përgjimin telefonik, ka rezultuar se të njëjtit po bëjnë jetë luksoze duke paguar edhe çmime në hotele të shtrenjta luksoze dhe duke blerë edhe produkte ushqimore me këto kartela. Andaj, gjatë këtij aksioni pritet arrestimi së paku 4 personave, të cilët vetë janë identifikuar, ku siç e theksuan edhe në fillim, hetimi fillimisht ka filluar ndaj personave të panjohur dhe më pas gjatë çdo identifikimit të tyre është bërë ndryshimi i akvedimit për fillimin e hetimeve, është bërë zgjerimi i hetimeve dhe kemi ardhur deri në pikën ku e kemi krijuar dyshimin e bazuar se të njëjtit po kryejnë veprat penale, për çka kemi siguruar dhe urdhëresën e gjykatës të Meliorën Prishtinë për bastisje. Tashmë jemi rrugës për stacion policor, ku pritet të bëhet takimi i fundit me hetuesit policor dhe të njëjtit të njoftohen edhe lidhur me sandet të cilat pritet të konfiskohen dhe sekuestrohen, si dhe të njëjtëve tu bëhet me dije detyrat të cilat do t'i kenë gjatë kësaj dite dhe të cilat duhet të kenë vëmendje të shtuar që t'i respektojnë.